Ademi dhe Havaja. Në kohë shumë të lashta, nuk jetonte asnjë gjallës mbi këtë tokë në të cilën gjendemi. Allahu deshi të krijonte njeriun në mënyrë që ai të adhuronte atë, të jetonte në tokë, të mbillte të korte aty, të ndërtonte shtëpi dhe të hapte rrugë. Andaj u tha engjëjve: unë do të krijoj në tokë një mëkëmbës. Engjëjt i thanë: po krijon dikë që do të bëj shkatrime dhe do të derdh gjak aty. Ndërkohë, ne të lartësojmë duke të lavdëruar dhe të kujtojmë me plot për kushtim. Allahu tha: unë di atë që ju nuk e dini. Nisur nga kjo, engjëjt heshtën dhe i thanë njëri tjetrit: padyshim se Zoti ynë di çdo gjë. Ai nuk krijon asgjë pa ndonjë urtësi. Allahu tha engjëjve: unë do të krijoj një njeri nga balta. Kur ti fry nga shpirti im dhe ti jap shpirt duke e formsuar, bëjini sejdë atij. Engjëjt thanë: e dëgjuam urdhrin tënd dhe u bindëm, o Zot. Por shejtanit nuk i pëlqeu kjo gjë, sepse ai ishte mendje madh. Ai besonte se ishte më i larti prej krijesave të Allahut. Allahu i fryu Ademit prej shpirtit të tij. Ai u bë një gjallëse dhe një njeri plot. Në atë moment të gjithë engjëjt bën sejdë Ademit, ndërsa shejtani nuk i bëri sejdë. Ai u kaplua nga mburja dhe mendjemadhësia. Në këtë mënyrë, shejtani ishte i pari që e kundërshtoi Allahun. Allahu i tha atij: çfarë të ndaloi për të mos bërë sejdë, ndërkohë që unë të urdhërova? Shejtani tha: unë jam më i lartë se ai. Mua më ke krijuar nga zjarri, ndërsa atë e ke krijuar nga balta. Allahu i lartësuar e përzuri atë nga xheneti duke thënë: zhduku nga xheneti. Çfarë të ka ndodhur që vepron me mendjemadhësi ndërkohë që jeton në xhenet? Shejtani tha: o Zot, me që më përzure nga xheneti për shkak të Ademit, edhe unë do të përpiqem që atë dhe fëmijët e tij t'i largoj nga rruga jote. Do të mësoj atyre gjëra të këqija dhe të ndyra. Allahu i tha: unë i kam dhënë Ademit dhe fëmijëve të tij mendjen, në mënyrë që të ndajnë të mirën nga e keqja. Nëse ata të pasojnë ty krahas kësaj, do të jenë përgjegjës për këtë. Ndërkohë, ata që janë të devotshëm dhe të zgjuar, nuk do të binden në asnjë mënyrë. Nuk do të mund t'i nxjerrësh kurrë nga rruga ime. Allahu deshi të tregonte engjëjve se Ademi ishte më i ditur se ata, sepse njeriu ishte më i lartë tek Allahu i lartësuar. Ai solli kafshë dhe shpend të ndryshëm nga toka. I nxori para engjëjve dhe tha: nëse jeni të sinqertë në fjalën tuaj, mi thoni atëherë emrat e këtyre. Engjëjt thanë: i patë met ai, o Zot. Ne nuk dim asgjë përveç asaj që na ke mësuar. Ti je ai që di çdo gjë dhe që jep vendimin e duhur për çdo gjë. Allahu tha: o Adem, thuaj ti emrat e tyre. Ademi i tha një nga një të gjithë emrat e kafshëve dhe të shpendëve. Nisur nga kjo, Allahu tha: a nuk ju thash se unë i di të gjitha të fshetat e tokës dhe të qiellit? Unë i di edhe ato që nxjerrni në pa, edhe ato që i fshihni. Allahu e vendosi Ademin në xhennet. Ai jetonte i vetëm aty, hante prej frutave dhe pinte prej ujit, por nuk po gjente dot dikë me të cilin të mund të bisedonte dhe që i ngjante atij. Allahu i madhëruar ndjeu keqardhje për këtë. Prandaj deshi t'i krijonte një grua nga lloji i tij me të cilën të jetonte bashkë. Ademi alayhis salam ishte duke fjetur, kur u zgjua, pa një grua që ishte ulur pranë tij dhe po e shikonte. E pa i habitur dhe e pyeti: kush je ti? Si të quajnë? Ajo i tha: unë jam një grua, por emrin tim nuk e di. Ademi e pa atë me gëzim. Kur vuri re se ajo ishte prej llojit të tij, e gjallë dhe një krijesë që lëvizte, i tha: ti je Havaja. Engjëjt erdhën. Kur e pan Havan pranë Ademit, deshën të provonin dijen e tij. Adem, si e ka emrin ajo? Ademi u tha atyre: Hava. Ademi dhe Havaja nisën të jetonin të lumtur në xhennet. Ata ishin në paqe dhe siguri. Ata nuk dinin se ç'ishte lodhja apo frika. Hanin dhe pinin çdo gjë që u pëlqente. Allahu i tha Ademit: o Adem, ti dhe bashkëshortja jote jetonin në xhenet.
Hani çdo gjë që dëshironi, por mos ju afroni kësaj peme. Nëse i afroheni, bëheni prej zullumqarëve. Allahu i lartësuar u dha leje atyre që të hanin nga frutat e të gjitha pemëve, përveç njërës prej tyre. Me këtë do t'i mësonte njeriu se si ta frenonte nefsin dhe si të përdorte vullnetin. Ata e zbatuan urdhrin e Allahut. Në xhenet jetuan të lumtur dhe pa pasur nevojë për asgjë. Allahu i madhëruar e paralajmëroi Ademin kundrejt shejtanit, sepse Allahu e dinte se shejtani kishte zili ata të dy. Shejtani nuk donte që ata të dy të ishin mirë. Ai tha Ademit: "O Adem, patjetër që shejtani është armik i yti dhe i bashkëshortes tënde. Andaj të mos ju fusë në ndonjë gjunah dhe t'ju nxjerr nga xheneti. Këtu nuk jeni të etur e të rritur. Gjithashtu nuk ndjeni etje dhe as djersisni." Ademi dhe Havaja vazhduan të jetonin në xhenet, por edhe shejtani u afrohej atyre dhe sillej me dinakëri për t'i mashtruar. Njëherë u afrua dhe u tha atyre: "O Adem, atë tregoj për një pemë e cila të bën të përhershëm në xhenet dhe të jep një pasuri që nuk zhduket asnjëherë." Ademi a.s. e pa atë për të kuptuar se çfarë po thoshte. Shejtani i tregoi pemën të cilën Allahu ja kishte ndaluar t'i afrohej. Ademi nuk shfaqi as pak interes ndaj tij, por shejtani nuk hoqi dorë dhe tha: "Zoti ju a ka ndaluar këtë pemë në mënyrë që të mos jetoni gjithmonë dhe të mos keni një pasuri të madhe." Ademi u largua përsëri nga aty dhe nuk shfaqi afrimitet ndaj tij. Nisur nga kjo, shejtani i shkoi pas Ademit dhe i tha duke ju betuar në Allahun: "Patjetër që unë vetëm po ju këshilloj." Kur Ademi dhe Havaja e dëgjuan shejtanin të betohej për Allahun, thanë me vete: "Askush nuk do të mund të betohet në emër të Allahut duke gënjyer. Me sa duket, ky është i drejtë dhe po na thotë vërtetën." Pastaj që të dy hëngrën nga pema të cilën Allahu a kishte ndaluar, kur frutat u arritën në stomak, të dy mbetën të zhveshur. Kur e pa njëri tjetrin vunërese nuk kishin rroba në trup. Ata u turpruan shumë. Për shkak të trupit kputën gjethe bananesh dhe u përpoqën të mbuloheshin. Për shkak se u turpruan nga Allahu ikën shumë larg. Por Allahu i lartësuar i shikonte ata dhe e dinte se kishin ngrënë nga pema e ndaluar duke shkelur urdhrin e tij. Kur Allahu e pa Ademin duke ikur, i tha: "O Adem, apo ikën prej meje?" Ademi ju përgjigj: "Jo, Zot, por kam turp prej teje." Allahu i tha: "A nuk ju a pata ndaluar afrimin të ajo pemë? A nuk ju pata thënë se shejtani është armiku juaj i hapur?" Ademi dhe Havaja thanë: "O Zot, ne i bëm padrejtësi vetes. Nëse nuk na mëshiron dhe nuk na fal, me të vërtetë do të jemi prej atyre që do të pësojmë dëme shumë të mëdha." Allahu i lartësuar e pyeti Ademin: "Të vendosa në xhenet, të dhash çdo gjë që kërkoje. A nuk të mjaftuan të gjitha këto që të dhash që ju afrova asaj peme?" Ademi tha: "O Zot, kërkoj mbrojtje. Unë pandeha se askush nuk mund gënjej duke u betuar në emrin tënd." Allahu i tha: "Tashmë do të zbrisni në tokë dhe do të bëni aty një jetë vështirë me lodhje dhe mund." Pastaj tha Ademit, Havas dhe shejtanit: "Zbrisni në tokë si armiqtë e njëri tjetrit. Në tokë do të jetoni për një kohë të caktuar." Ademi a.s. u mërziti jashtëzakonisht shumë. Ai qau duke u ndier shumë i penduar. Allahu i lartësuar e mësoi atë se si duhet të bënte tevbe, të pendohej. Edhe ai ju përgjërua Allahut: "O Zot, më fal dhe më mëshiro." Allahu ndjeu dhe mshuri për të dhe e fali. Kabili dhe Habili. Kur Ademi a.s. dhe Havaja gjendeshin në xhenet, jetonin të lumtur. Ata nuk dinin se ç'ishte lodhja dhe frika. Ata panë se toka ishte mbuluar me pemë të larta dhe kishte shumë livadhe. Po përballeshin për herë të parë me kafshët grabitqare si tigrat, elefantët, hienat dhe me të gjitha kafshët e tjera që jetonin në tokë. Ademi dhe Havaja u friksuan shumë se mos këto kafshë grabitqare do t'i hanin. Për këtë arsye, u futën në një shpellë që ishte diku lart. Kur i mori uria, nuk i gjetën ushqimet lehtësisht dhe në një vend të afërt siç i gjeni në xhennet. Ademit a.s. i duhet kërkonte ushqim brenda në pyll dhe nën pemë. Kur Ademi po kërkonte ushqim, filloi të lodhej dhe të djersiste. Edhe Havaja e ndihmonte në punët që bënte dhe lodhej bashkë me të. Një ditë Havaja mbeti shtatëzën. Ajo lindi një fëmijë mashkull. Emrin ja vendosën Kabil. Ademi a.s. u gëzua shumë me lindjen e fëmijës së parë. Tashmë Havaja nuk e ndihmonte dot atë. Havaja kishte një punë të re. Ajo kujdesej për fëmijën.
Ademi a.s. se përgjatë gjithë ditës i vetëm për të kërkuar ushqim. Kur vinte nata kthehej dhe loste i gëzuar me djalin e tij. Kaloi një vit, Havaja mbeti përsëri shtatëzën. Ajo lindi përsëri një fëmijë mashkull. Emrin ja vendosën Habil. Ademi a.s. u detyrua të punonte edhe më shumë për të kujdesur për familjen e vet. Vitet kaluan në këtë mënyrë. Havaja mbeti disa herë shtatëzën dhe lindi shumë fëmijë. Ndërsa Ademi a.s. përpiqej të përkujdesej për familjen e tij, së cilës i shtohej vazhdimisht numri pjesëtarëve. Kabili dhe Habili u rritën. Ata u bën dy djemë të rinj, kështu që i lanë lojrat dhe filluan të ndihmonin baban e tyre për të plotësuar nevojën për ushqim të kësaj familjeje të madhe dhe për t'i mbrojtur pjesëtarët e familjes nga kafshët grabitqare, tigrat dhe kafshët e tjera të egra. Kabili ishte më i madh se Habili, ndërsa Habili ishte më i fuqishëm se vllai i tij i madh, Kabili. Gjithashtu ishte zemër butë dhe i mëshirshëm. Ai donte kafshët dhe i mbronte ato. Ademi a.s. deshi t'i ndante punët ndërmjet dy bijve të tij. Kabili t'i dha punët e bujqësisë, sepse preokupimi me tokën, mbjellja e saj dhe korja e të mbjellave, nuk ishte nevojë për një zemër të mirë dhe karakter të butë. Ndërsa Habili t'i dha punën e përkujdesjes për delet dhe lopët, sepse kafshët ndjehen dhe vuajnë. Ato kishin nevojë për dikë që t'i trajtonte me dëmshuri. Kur lindte dielli, Ademi, Kabili dhe Habili dilnin nga shpella. Ndërkohë që Kabili mblidhte prodhimet, Habili shkonte për të kullotur kafshët. Habili i trajtonte shumë mirë kafshët dhe nuk i lëndonte as pak ato. Edhe Ademi a.s. përpiqej të gjuante disa lloj zojsh, ndërsa Havaja mbartte ujë për të pastruar fëmijët dhe për ta përdorur në punët e shtëpisë. Kur binte muzgu i mbrëmjes, të gjithë ktheheshin në shpellë. Kabili sillte fruta, Habili sillte qumësht dhe Ademi a.s. sillte zogjt që kishte kapur. Ata i përgatisnin ushqimet dhe i hanin të gjithë së bashku. Frutat dhe prodhimet që Allahu i kishte dhënë Ademit a.s. dhe fëmijëve të tij ishin shtuar. Rrezku i tyre ishte shtuar. Ademi a.s. i mësoi dy bijtë e mëdhenj se si duhet të falenderonin Allahun për riskun e tyre që po shtohej. Ademi u kërkoi bijve të tij që të shkonin në majë të malit dhe të linin aty disa gjëra prej prodhimeve të tyre, në mënyrë që të hanin edhe krijesat e tjera që nuk dinin të merreshin me blegtori dhe me bujqësi. Këto ushqime që do t'i linin aty do t'ishin zekati i mallrave të tyre dhe kurbane për Allahun. Habili u gëzua shumë për këtë punë sepse ishte zemër mirë, ndërsa Kabilit nuk i pëlqeu as pak kjo punë. Ai tha me vete: "Përse ta humbas kot këtë mall që e kanë fituar me djersën e ballit dhe duke u lodhur shumë. Nëse hedh atë dhe e la aty, nuk do të përfitojnë në asnjë mënyrë prej tij." Por ai nuk ishte guxim të e thoshte babait mendimin e tij. Habili shkoi tek delet, zgjodhi prej deleve atë që ishte më e mira dhe më e shëndosha dhe e bëri kurban. Ai ishte shumë i gëzuar sepse delen më të mirë po ja paraqiste Allahut, i cili i jepte për të ngrënë, për të pirë dhe që e furnizonte me rrezik. Ndërsa Kabili filloi të ecte ndërmjet pembe me fruta. Por ai nuk po kërkonte më të mirën. Ai po kërkonte ato që ishin të prishura dhe të kalbura, sepse zemra ishte prishur prej kopërratësisë. Më në fund i gjeti frutat e prishura dhe të kalbura. Kabili paraqiti Allahut si dhuratë frutat të prishura pikërisht si zemra e tij. Ndërsa Habili paraqiti Allahut gjën më të bukur që mund gjente, zemra e tij ishte e pastër dhe e dëlirë. Të nesërmen dolu në majën e malit së bashku me baban e tyre Ademin a.s. Habili nuk e gjeti dot dhuratën e tij. Ai e kuptoi se Allahu i lartësuar ja kishte pranuar dhuratën. Habili u gëzua shumë dhe e falenderoi Allahun, ndërsa Kabili e gjeti dhuratën e tij të prishur që ja kishte paraqitur Zotit ashtu siç e kishte lënë. Ai u nxe shumë. Pastaj filloi të ndjente një urrëtie të madhe për vllain e tij. I nxehur u kthye nga babai dhe i tha: "Allahu e pranoi dhuratën e tij, sepse ti e lutur për të, ndërsa për mua nuk e lutur." Ademi a.s. i tha: "Jo, Allahu e ka pranuar dhuratën e tij nga që i ka paraqitur mallin më të bukur, sepse ai kishte një jetë të mirë, ndërsa ti i paraqite Allahut mallin më të prishur, sepse edhe zemrën e kishe të prishur. Patjetër që Allahu është i bukur dhe pranon vetëm atë që është e bukur." Kabili u kthye pas. Allahu e ngriti vëllain e tij më lart se atë. Për shkak se Kabili kishte zemër të prishur, nuk mendonte dot për gabimin që kishte bërë, por i nxehej vazhdimisht Habilit. Shejtani shkoi dhe i përshpëriti në vesh. Vrite vllain, vrite Habilin. Kabili ngriti kokën dhe pa. Ai vuri re se vllai i tij po ecte i qetë. Tashmë nuk dinte çfarë të bënte prej zemrimit. Shejtani shkoi përsëri dhe u përpoq ta nxiste duke i thënë: "Vrite Habilin, vrite Habilin."
Nisur nga kjo, filloi të shkonte me vrap drejt vëllait të tij. Kur arriti atë, i tha duke bërtitur me zemërim: "Do të vras." Habili u habit dhe pyeti: "Pse do të më vrasësh?" Kabili i tha: "Sepse babai të do ty më shumë se mua, edhe Allahu të lartësoj mbi mua." Habili ju përgjigj me zotullet: "Nuk mund të ndryshosh asgjë duke më vrarë. Nëse do të më vrasësh, babai nuk do të dojë asnjëherë dhe nuk do të falë kurrë. Po ashtu do të shtosh edhe më shumë zemrimin e Allahut kundrejt teje." Kabili u nxe edhe më shumë sepse brenda vetes kishte kundrejt Habilit një dëshirë për hakmarrje që nuk i shuhej asnjëherë. Ai tha Habilit: "Derisa të vras, nuk do të gjej qetësi." Urrëtia shihej qartë në sytë e Habilit. Ai tha vllait të tij duke i bërtitur me sa gjithë fuqi kishte: "Nuk mund të gjej preje pa të vrarë ty." Habili ju përgjigj me gjakftotësi edhe pse ishte më i fortë se Kabili: "Edhe nëse ti dëshiron të më vrasësh mua, unë prapë së prapi nuk do ta ngrej dorën për të vrarë ty, sepse kam frikë nga Allahu, i cili është Zoti i botëve." Habili u largua nga aty me qetësi, ndërsa Kabili kishte mbetur me shikimin ngulur për tokë. Ai ndjente një urrëtie të madhe kundrejt vëllait. Habili u kthye i mërzitur në shpellë. Ai donte të flinte, por nuk flinte dot. Shejtani shkoi përsëri dhe i pëshpëriti në vesh: "Vrite Habilin në mënyrë që të qetësohesh, vrite Habilin." Shejtani i përsëriti disa herë këtë fjalë. Habili e dëgjoi këtë fjalë vazhdimisht deri në mëngjes. Kur lindi dielli doli nga shpella. Tashmë e kishte marrë vendimin: do ta vriste Habilin. Habili kishte shkuar për të kullotur delet. Ai ishte i qetë dhe shumë i lumtur. Edhe Kabili shkoi në punën e tij për a shkoj të mbillte tokën. Brenda vetes ndjente një urrëtie të pafundme kundrejt Habilit dhe zemërimin për t'u hakmarrë. Zemrimi u shtua edhe më shumë kur e pa vëllain e tij duke ecur i qetë ndërmjet deleve. Shejtani pëshpëriti përsëri në vesh: "Vrite atë dhe qetësohu." Ai pa rreth rrotull, ndërkohë gjeti një gur të madh. E mori atë dhe e goditi Habilin për ta vrarë. Në këtë mënyrë u derdhë gjaku i parë mbi sipërfaqen e kësaj toke. Kabili erdhi në vete. Kur e pa gjakun e vëllait, ndjeu një keqardhje të madhe. Në ato momente e kuptoi se kishte bërë një gjë shumë të shëmtuar. Ai e vrahu Habilin, edhe pse Habili nuk kishte bërë ndonjë gjë që të meritonte të vritej. Kabili pati një vëlla zemër mirë, i cili bënte vepra të mira, por vetë ishte i keq dhe bënte vepra të këqija. Këtë ende nuk e kishte kuptuar. Madje likësia e tij u shtua aq shumë sa që e vrau edhe vëllan për shkak të zilisë. Tashmë ishte bërë vrasës i vëllait të tij të dashur. Çfarë fitoi vallë me vrasjen e vëllait? Fitoi vetëm likësi. Ai tashmë kishte humbur çdo gjë. Kabili filloi të kishte frikë, madje filloi edhe të mërzitej. Tashmë ishte bërë pishman. Ai e kishte humbur edhe sigurinë siç nuk gjente dot as rehatin. Tashmë ai e kishte humbur prehjen shpirtërore. Era që frynte flotë dhimbje, sikur i thoshte duke bërtitur: "Vrasës, vrasës." Pemët që lëkundeshin dukeshin sikur përkuleshin drejt tij dhe i thoshin duke klithur: "Vrasës, vrasës." Kabili u friksua shumë. Deshi të ngrihej në këmbë, por këmbët nuk e mbanin dot. Ul pranë vëllait dhe bërtiti duke lëkundur fort atë: "Habil, Habil." Habili nuk fliste. Ai nuk i jepte dot përgjigje. Tashmë ishte një kufom, kështu që nuk dëgjonte dot. Kabili qëndronte i çoroditur para vëllait që kishte vrarë. Ai nuk dinte çfarë të bënte. Habili kishte ndëruar jetë. Tashmë nuk mund të ngrihej në këmbë dhe të ecte si më parë. Çfarë të bënte tani Kabili? Mos vallë do ta linte atë ta hanin shpendët dhe kafshët grabitqare. Ai u mendua gjëre gjatë, por nuk gjeti asnjë zgjidhje. Më në fund vendosi ta mbartte trupin e vëllait të tij. Ai e vuri në shpinë Habilin dhe filloi të ecte i çoroditur sepse nuk dinte çfarë të bënte me trupin. Eci derisa u lodh. Kur nuk i mbeti më fuqi për të ecur, e la trupin për tokë. Ul pranë tij. Ishte shumë i pikëlluar. Ai nuk e falte dot veten që vrau vëllain e tij dhe u pendua duke thënë: sikur të mos e kisha vrarë." Pasi pushoi pak, e vuri përsëri në shpinë trupin e vëllait. Ai po inatosej me veten. Vazhdoi të ecte me këto mendime për shkak të lodhjes, e la përsëri trupin për tokë. Ul pranë tij dhe filloi të pushonte. Kabili e merrte në shpinë trupin e vëllait të tij dhe e mbartte derisa lodhej. Kur lodhej, e linte në tokë dhe pushonte. Ai u pendua shumë. Tashmë po mendonte se çfarë të bënte dhe se si do të shpëtonte nga kjo çështje. Ndërsa po ecte kështu,
pa një sorë. Pranë saj gjendej trupi një sorre tjetër. Sorra e gjallë po hapte një grop me sqepin dhe këmbët e saj. Më në fund ja doli mban të hapte një grop të madhe. Ajo e hodhi në grop trupin e sorrës së ngordur duke rrokullisur. Pastaj e mbuloi me dhe. Kabili e pa me habi sorrën dhe tha me vete: "Turp të kem, nuk mund të bëj as këtë që bëri kjo sorrë." Ajo ngrit në këmbë dhe hapi një grop në tokë. Pastaj e futi vëlla në grop dhe e mbuloi me dhe. Ademi a.s. kishte filluar të kërkonte fëmijët e tij. Kur Kabili e pa baban e tij duke ardhur u friksua. Kur ta shikonte atë që kishte bërë babai, nuk do ta falte kurrë. Ai filloi të bërtiste i friksuar dhe tikte prej babait të tij. Ademi a.s. u friksua kur e pa të birin e tij duke ikur. Kur hodhi shikimi rreth e rrotull pa gjakun e Habilit. Zemra filloi të rrihte fort nga shqetësimi që ndjente. Ai tashmë e kuptoi se Kabili e kishte vrarë Habilin. Ademi a.s. u mërzit shumë për këtë. Filluan të rrithnin lotët çurk nga sytë dhe t'i shkonin në përfaqe. Ai filloi të vraponte pas Kabilit. I thoshte duke bërtitur nga pas: "Kabil, çfarë i ke bërë vëllait?" Kabili i dukej sikur po i bërtiste gjithë bota. "Kabil, çfarë i ke bërë vëllait?" Kabili zbriti në fund të malit. Ai u largua nga mali i friksuar dhe duke ndjerë keqardhje. Ndërsa Ademi a.s. i shkonte nga pas dhe i thoshte duke bërtitur: "Kabil, mos gjeç asnjëherë qetësi. I ke hapur vetes dyert e frikës. Zhduku, mos gjeç asnjëherë preje. Mos qofsh i sigurt nga asnjë gjallës që do të shohësh. Tu bëfti jeta burg."